Përshëndetje, unë jam Sumeja Nebio, jam kryesisht facilitore në tendën e parë dhe kryesisht i mikpresim qytetarët e vendit ku stacionohemi. Kjo tendë kryesisht është tendë informuese, i informojmë qytetarët për tendën tonë edhe për tenda tjera se çka kanë me ju spjegu. Marrim dhënat e tyre, që janë të nevojshme, që na duhen për vazhdimin e këtij aktiviteti, më pas ju japim fletushkat, cilat plotësohen në tendat në vend që kanë të bëjnë me aktivitetet fizike, konsumimin e alkoolit, duhanit, edhe për sëmundjet jo ngjitse. Jemi ardhur te stacioni tematik i Rodës. Përshëndetje, na jena stacioni i Dohanit e kena me fol për dëmet që shkon të Dohanit, si kryesisht edhe efekt pozitiv nëse veç një vendus me Dohanin. Duke filluar spori Dohanit kërkon varësi, pastaj do të thotë personat bëhen shumë nervoz, kanë ankth nëse nuk pinë vazhdimisht Dohan. Problemi tjetër është që dëmton edhe xhepin. Kena probleme me mushni, dhëm zverdhen, normal ka edhe shumë probleme tjera, zakonisht personat që janë me aktivitet fizik nuk duhet me pi Dohan. Në tjetër kena edhe efekte pozitive nëse veç vendosu me lon, rena më mirë, jena më të rahatshëm, musit kanë më shumë energji, edhe do thotë probleme do thotë me kancer të mushnive do thotë zvogëlohen 50% nëse veç vendosu. Këtu ja vi apo këtu katela nëse ta veç ka vendosur do thotë një se pin Dohanin, e kanë lënë Dohanin edhe do thotë që sovjet e kanë lënë. Personi që është -1 amer, persona që veç e konsumojnë Dohanin. Pastaj apo më dhënë 2 fletushka. Një është për pirje pasive Dohanit edhe tjetra është si me lënë Dohanin. Faleminderit. Sa po kon dikim fushata? Po tash na shpresojna që me pas një dikim pozitiv. Po tash nëse sa është ka dikim qytetar, faktikisht një studim nuk është bë, kështu që na nuk mundem veç me ditë nëse është të thotë me ndikim ka të madh, mirë po na shpresojna që ka me pas edhe ndikim të madh. Pse ju, do thotë është mirë qytetarët me kanë të informuar, sidomos gjeneratat të reja, ta pak më të ri që veç nuk ja kanë nisë me pi Dohanin. Sepse sa për këto gjeneratat tjetra atëherë me tash pak më problem. Mirë se ardhët, na jena tinda Rodës e fushatës shëndetësore. Tinda ju njep informacione domethënë rreth edukimit rreth përdorimit alkoolit, flasëm për sasit domethënë brenda normave sa duhet me përdor deri në sa njësi rekomandohet pirja e alkoolit domethënë tek qytetarët, po ashtu flasëm edhe për anë negative dhe pozitive që i sjell domethënë konsumimi i alkoolit në aspektin shëndetësor. Flasëm për sasit sa do të konsumojnë në ditës dhe cila është maksimalja e njësive që do të më konsumue nga alkoholi, po ashtu japim edhe anë pozitive cilat janë nëse vetë bëhet minimizimi i sasive të alkoholit tek popullata. Unë spjego pak çto njësitë e alkoolit cilët. Po, sa i përket njësive, një njësi alkohol llogaritet 10 ml, domethënë pastaj 10 ml alkohol, domethënë një gotë e vogël është e barabartë me 8 gram alkohol i pastër, domethënë. Preferohet që mos me u tepru më shumë se me 2 njësi sa i përket alkoolit, përdorimit alkoolit të fortë, ndërsa tek pije tjera siç janë birrat edhe gotat e verës preferohen domethënë një njësi që do të thotë për person nuk rekomandohet më shumë se një njësi sasi alkoolit brenda ditës. Tash domethënë kur vjen qytetari edhe këta e pyesin Po, pastaj kjo fletza e cila bëhet apo themi ndryshe është kartë e vlerësimit tek qytetarët, secila e merr me dhënat e veta plotësohet edhe tek secila atë vendosen pikë mbas konsumimit të alkoolit në këtë rast, bëhet pyetja tek qytetarët sa është konsumuesi i alkoolit. Këto janë çfarë sasi, këto janë shkallë të motse domethënë. Edhe në fund bëhet përmbledhja e këtyre pikëve edhe vendosen tek stafi shëndetësor, ata e bëjnë përmbledhjen edhe e nxjerrin totalin. edhe ju jepen këto. Po, edhe fletushkat ju jepen, fletushkat janë certifikuar për Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, secila trajton tema të ndryshme. Na jena tenda për aktivitet fizik,
na do të thonë tregojnë çka sjell, cilat janë dobit e aktivitetit fizik edhe çka sjell mungesa e aktivitetit fizik. Na sugjerojnë që merret minimumi 30 minuta deri në 2 orë ditë për shkak që furnizon sistemin transport dhe sistemin e organeve. Për shembull, muskujt furnizojnë më shumë oksigjen, bëhen më të fortë, muskujt e zemrës më të fortë, ishat më të forta, na sjell më shumë energji, gjithashtu bëhen më gjumë të mirë, por gjithashtu edhe struktura qëndrimi i trupit përmirësohet për shkak që aktiviteti e bën trupin hala më elastik. Përshëndetje, ne jemi tenda ushqyeshmërisë së shëndetshme. Në tendën tonë jepën disa informata bazë të ushqyeve të shëndetshëm, si dhe jepën disa sugjerime rreth përdorimit të sheqerit, kripëral dhe ushqimeve të shpejta, po ashtu edhe përdorimit të tepërt të yndyra. Po ashtu njëkohësisht pas plotësimit së kartelës së qytetarëve bën disa pyetje se sa ushqehen gjatë ditës shëndetshëm, sa përdorin fruta dhe perime, dhe në bazë të përgjigjeve bëhet edhe shënimi i zanart për qytetarët. Më pas pyetje që parashtrohen në tendën tonë, atë vazhdojnë tek ekipa mjekësore. Prej gjitha këshillave që i marrin, këto në fund vinë edhe marrin do të thotë ushqim të shëndetshëm. Kryesisht kemi pemë dhe perime varësisht prej sezonit, edhe në fund e kemi pyetësorin e evaluimit ku disa prej tyre, jo të gjithë, na tregojnë për përshtypjet e tyre se çish kanë kalu edhe çka mendojnë për të ardhmen. Shumica, stam 100% prej tyre janë shumë falënderues për aktivitetin, organizimin, na falenderojnë dhe kërkesa e tyre është që të përsëritet mos të jenë anash secili qytet ku shkojnë të përfshihet sa më shpesh me këto lloj aktivitete. Këtu është këndi fëmijëve, atëherë këtu fëmijët kanë marrë dhe unë kam ja bërë disa pyetje, edhe kanë marrë këtë arushin edhe këtë në kohën. Unë e bëj një pyetje, këtë thot për shembull, a e dën më shumë, a është më mirë me hangër molla, a çokolada, këtë thot çokolada. Edhe unë ja bëj, a ka mirë ky? Ajo thot për shembull ose po ose jo. Edhe çështo, ky është këndi fëmijëve, nëse ka fëmijë, hajdeni edhe na do t'ju tregojmë se ç'a është mirë e ç'a është keq. Do mundohemi edhe çështë. Unë jam Asime Tahiri Hasani, jam drejtoreshe ekzekutive e organizatës ju qeveritare Mundësia, e cila zyret e saj ka në Mitrovic, mirë po veprojmë edhe në shumë komuna tjera të Kosovës. Këtë aktivitet nuk është hera e parë që po e bëjmë në Malishev. Me Malishevën ka shumë vite që kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me drejtorinë e shëndetësisë, po edhe me qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Organizojmë fushatën për shëndetje, e cila për qëllim ka vetëdijsimin e qytetarëve dhe informimin e qytetarëve për një jetesë më të shëndetshme edhe për sëmundjet jo ngjitëse. Ju faktikisht i vizitu gjitha tendat edhe pat që kemi tenda tematike dhe secila e ka një temë caktuar për të cilën mundohemi me informu qytetarët dhe me i vetëdijsu për një jetë më të shëndetshme. Kurse ajo tenda me personelin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, ata ofrojnë shërbimet bazike, do të thonë bëjnë matjen e sheqerit në gjak, matjen e tensionit, matjen e indeksit masës trupore, edhe do të thonë ju japin konsulta qytetarëve nëse dikush është më i rrezikuar, atëherë e referojnë te matutjet e mjek tjerë. Si përpresin qytetarët? Qytetarët e presin jashtëzakonisht mirë, edhe çdo herë kur shkojmë në secilin qytet ata kërkojnë që mos më qenë veç një ditore, po më zgjat më shumë se na po mundohemi edhe me informu edhe përmes portaleve të ndryshme, rrjeteve sociale, që me qytetarët me qenë më shumë të informuar dhe me vizitu, edhe përkundër temperaturave të larta që kanë mbretuar, interesimi ka qenë shumë i madh. Por ndryshe kjo fushat financohet nga projekti AQH ose Accessible Quality Healthcare, i cili është e bën një kontribut jashtëzakonisht të madh për shëndetësinë e Kosovës. Si çdo vjet edhe si vjet është të mojt karavani shëndetësor me për shkak të vetëdijsimit qytetarëve për sëmundjet jo ngjitëse, siç janë sëmundje globale, hipertension dhe diabet. Në kuadër të kësaj, të këtyre tendave, ne kemi për çdo ditë që bëhet 24 orë, 7 ditë javës që kemi këshillimorën që na punon. Është funksionale në QKMF. Edhe këtu e kemi edhe stafin e QKMF-s që na ka bashkangjit për matjen e tensionit edhe të sheqerit.
Ne i ftojmë të gjithë qytetarët që të vinë, që të marrin këto këshilla dhe të vëdësohen që ta parandalojmë këtë sëmundje, këtë që është globale dhe për shkatron shëndetin tonë. I falenderojmë edhe organizatën që ka bërë për çdo vit që na kalon anash edhe neve si komunë. Falenderojmë edhe kryetarin e komunës që na ka mundsuar me mbajt në shesh një organizim tillë. Faleminderit edhe për juve që keni gjetë kohë. Faleminderit.